Është koha për intervistën e ditës. Në minutat në vazhdim do të flasim për gjyqësorin, për këshillin e prokurorëve, por edhe për iniciativën për shkarkimin e prokurorit Kocevski. Me mua në studio sonte është Ardian Demiri, antari i këshillit të prokurorëve. Zotri Demiri, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Zotri Demiri, po e nisim nga ajo që është më aktuale. Pas disa ditësh, më në fund në këshill ka arritur letra propozimi i qeverisë për shkarkimin e kryeprokurorit Kocevski. Mund na shpjegoni se si do të rrjedhin tani e tutje procedurat për këtë propozim të qeverisë? Po, faleminderit. Fillimisht duhet ta theksoj dhe ta apostrofoj faktin që unë sot këtu jam në emrin tim personal si antar i Këshillit të Prokurorëve dhe nuk flas dhe nuk shpreh mendime dhe qëndrime të Këshillit të Prokurorëve. Ashtu që mendimet e shprekur sonte janë mendimet e mia personale. E saktë është që ditën e djeshme, siç jam i informuar nga ana e shërbimeve të Këshillit të Prokurorëve, ka arritur propozimi për shkarkimin e zotit Kocevski dhe sa kam unë ndjeni dhe informacion, kryetarja e Këshillit këtë informacion e ka nda me publikun, do me thonë me gazetarët, dhe faktikisht prej ditës të djeshme, respektivisht prej ditës të sotshme, sipas mendimit tim, personal fillojnë të rrjedhin afatet e parapara me ligjin për Këshillin e prokurorëve publik. Rrjedhin afatet për të dhënë Këshillit një mendim për propozimin e qeverisë. Për të nisë procedura faktikisht për shkarkimin në pajtim me propozimin e qeverisë të kryeparlamentarit. Do të thonë sipas ligjit për Këshillin e prokurorëve publik dhe ligjin për prokurorin publik. Këtu kemi 14 ditë afat ligjor? Po, afati ligjori parapar me nenin 88 ligjit të prokurorëve publik është 15 ditë, i cili afat, sipas mendimit tim, do me thënë, fillon të rrjedh nga dita e sotshme. Çka nëse në këtë afat kohor Këshilli nuk ka ndonjë vendim, një mendim lidhur me këtë? Nismë. Është rregulluar me ligj edhe ky moment dhe kjo është e parapar fikset në menenin 88 alinea 8 e ligjit të prokurorisë publike, kur Këshilli i prokurorëve publik nuk arrin në afatin e caktuar me ligj të jep mendim pozitiv ose negativ. Mirë po, ky afat është nëse nuk ka arsye të bazuara dhe të përmbajtësore për mosdhënien e mendimit pozitiv ose negativ në afatin prej 15 ditë, duhet ti arsyeton apo ti shpreh arsyet se kush janë arsyet që ky këshill në afatin e parapar ligjor për 15 ditëve nuk ka arrit të jep mendim as pozitiv as negativ, dhe në këtë rast atëherë gjithmonë duke u referuar ligjit ipet edhe një afat tjetër 15 ditor, pas të cilit afat nëse edhe kësaj radhe, domethënë edhe në 15 ditëshin e dytë nuk arrihet të ketë mendim pozitiv ose negativ vizavi propozimit të qeverisë të dorëzuar në këshill, atëherë llogaritet që mendimi është negativ. Do të thënë nuk është dhënë mendim pozitiv për shkarkimin e kryeprokurorit. Pra, ju thatë në fillim se këtu do flisni në emrin tuaj si antari i Këshillit, megjithatë, çka nëse Këshilli nuk është unanim për këtë nismë? Shqo secili antar i Këshillit është individ në vete. Këshilli i prokurorëve është organ kolektiv, secili antar ka të drejtë mendimin, ka të drejtë të mbajë, të shpreh qëndrimin dhe mendimin e vet. Nuk është asgjë tragjike edhe nëse dikush shpreh mendim ndryshe. Absolutisht është në pajtim me bindjet, në pajtim me ligjin dhe në pajtim me botë kuptimin dhe konceptimin e tij individual dhe personal. Nuk do të thotë që vendimet patjetër duhet sillen unanimisht. Zoti Demiri,
këtë periudhën e fundit prej kur qeveria ka paralajmëruar shkarkimin e kryeprokurorit Kocevski, por madje edhe partia më e madhe në pushtet që është ajo VMRO-s, ka lëshuar një sër akuzash në drejtim të Kocevskit. Po flasim në mënyrë hipotetike çka nëse Kocevski shkarkohet dhe sigurisht se nëse kjo procedurë nuk kalon në Këshill, votat shumica parlamentare i kanë kuvent, a mund të përgjigjet penalisht Kocevski për gjithë këto akuza të cilat nuk janë edhe të lehta? Po, sipas mendimit tim, jo vetëm Kocevski, po kushdo qoftë tjetër, derisa nuk gjykohet apo nuk dënohet me akt gjykim të formës të prerë, është i pafajshëm. Ashtu që unë as nuk mund ta parashoh, as nuk e di se konkretisht për çka zoti Kocevski eventualisht nëse nesër ose pas nesër arrihet deri te shkarkimi i tij, kush do mund të jenë paditë apo kallëzimet penale që eventualisht mund t'i ngrejë dikush kundër tij. Po gjithsesi, zoti Kocevski deri në momentin që nuk gjykohet dhe nuk dënohet me akt gjykim nga ana e gjykatës të formës të prerë, është njeri i lirë. Në rregull është për këtë që është njeri i lirë, megjithatë akuzat janë shumë të rënda. Nuk mundemi të flasim për akuzat sepse nuk i dim kush janë akuzat. Për të folur për akuza, duhet të ketë një akuza, të lexohen akuzat dhe të shihet për çka. Përndryshe, dhe kjo nuk është çështje të cilën mundem unë si antar këshilli për të cilën ta vlerësim. Kjo është çështje për të cilën do jep vlerësim nesër pas nesër gjykata kompetente dhe eventualisht sipas vlerësimit të prokurorisë kompetente. Jo zyrtarisht si kandidat për të zënë vendin e Kocevskit përmendet emri i Jovan Cvetanovskit. Si qëndron e vërtetë rreth këtij emri? Herët është, unë personalisht nuk kam informacione të kësaj natyre. Zotin Jove nuk e njoh personalisht, e kam të ndëgjuar. Antarët, kandidatët për të zaventsu apo për të emëruar krye prokuror republikan janë të përcaktuara me ligj, secili i cili i plotson kushtet e para me ligj, ka të drejtë legjitime të kandidon, të konkuron në procedurë të parapame me ligjin për prokurorin publike dhe me ligjin e Këshillit të Prokurorëve Publik, nëse plotsojnë kushtet dhe kriteret. Për emërimin, absolutisht, unë personalisht s'kam asgjë kundër. Për zotëri Jovan Cvetanovskin u flitej se ka një procedurë të ngritur nga ana Kocevski. Unë s'kam informacion që ka procedurë të ngritur, procedurë për? Procedurë disiplinore ndaj tij. Për procedurë disiplinore? Sa kjo mund ta pengojë atë? Nuk ka, sa e di unë në moment, ka iniciativë, po nuk kam informacion që është ngrit procedurë disiplinore. Mbase edhe është ngrit, mos ma zini për fjale. Zoti Demiri, do të flasim për një çështje tjetër, flasim për ish kreun e prokurorisë publike të Shkupit, zotri Mustafa Ajrullawi, i cili sot ka ngritur padi penale ndaj Kocevskit dhe një antari të Këshillit të Prokurorëve. Nga ana tjetër, zonja Natasha Kërstevska-Caleva, që është emëruar në vend të Ajrullawit, ka kërkuar të jap dorëheqje. Në seancën që u mbajt të Këshillit nuk ishte quorum, Këshilli ka lënë këtë pikë të renditës për seancën e ardhshme. Sa mendoni se kjo padi e zotit Ajrullaw do ta pengojë procedurën, themi për shkarkimin ose për miratimin e kërkesës së zonjës Calevska për të larguar nga kjo pozitë? Unë zotin Ajrullaw, me qenë se unë jam shpejt kohë antar i këtij këshillit, zoti Ajrullaw, kur ka qenë objekt i shqyrtimit në kuadër të këshillit, unë s'kam marrë pjesë, s'kam qenë i emëruar antar këshilli, ashtu që për zotin Ajrullaw nuk mund të flas asgjë më shumë, për sa i takon procedurës të cilët zoti Ajrullaw ka ngrit kundër
zotit që thoni ju Koceski dhe një antarit të Këshillit, edhe për këtë nuk kam informacion specifik, është do informacione është padije që sot e ka paralajmëruar zotëria Rullau. Informacione mediatike nuk e dim, a nuk është e vërtet edhe kjo. Është e vërtet për shkak se kishim një qendrim nga zotëria Rullau. Personalisht nuk e dim edhe për çka, nëse është ngrit, për çka është ngrit, qoftë zotit Koceski, qoftë antarit të Këshillit. Po, mendoj që nëse i është ngrit antarit të Këshillit, nëse kjo është e vërtet, kujtdo qoftë antar Këshilli, mendoj që nuk është e udhës, për shembull, të akuzohen apo të ngrihen procedura të kujtdo lloj qofshin ato kundër asnjë antarit të Këshillit për vendime apo qëndrime që mund t'i mbajnë në kuadër të Këshillit të Prokurorëve Publik, për arsye se, siç e thash edhe më lart, Këshilli i Prokurorëve Publik është organ kolektiv, ai i përbër nga 11 antar, ku të gjithë janë njerëz të shkolluar mirë, njerëz me dinjitet, me integritet, njerëz të cilët me eksperiencën e nevojshme dhe të cilët kanë plotësisht të drejtë të kenë mendimin e tyre personal për çështje të caktuara. Dhe për shkak të mendimit të tyre personal, mendoj që nuk është e udhës dikush të nështrohet kujtdo qoftë procedimi në të ardhmen, i cili është si rezultat, që buron si rezultat i mendimit të shprehur të tij për një çështje të caktuar. Do të vendosni në seancën e radhës për kërkesën e zonjës Calevska për të larguar nga kjo pozitë? Po unë mendoj që zonja kryetaria e Këshillit kishte prononcim për këtë çështje para mediave, ashtu siç e tha edhe ajo. Në mbledhjen e kaluar nuk kishte quorum nuk kishte quorum i nevojshëm për të vendosur për pikën e asaj, për pikën e rendit ditës ku do trajtoheshte çështja e zonjës Caleska. Sigurisht që në një nga seancat e radhës, kur unë do jem i ftuar të marr pjesë në seancë dhe kur do hapet si temë diskutimi çështja e zonjës Natasha Caleska, unë patjetër që do kem qëndrimin dhe mendimin tim dhe si konform asaj, si rezultati i qëndrimit dhe mendimit tim, do votoj për një nga variantët të cilët është ditur qëndrimi apo do runi për në mbledhje? Jo, do të patjetër, sepse njerë do duhet të marrim, do duhet ta shqyrtojmë edhe njerë situatën dhe sigurisht që qëndrimin tim personal do e dini patjetër në momentin në momentin që do votohet pika e rendit ditës. Zotëri Demiri, faleminderit shumë për kohën që ndatë jeni në pjesë e lajmeve në Alsat. Faleminderit edhe juve.